Në historinë e Kosovës lindore, ka emra që nuk u shkruan me zhurmë, por me peshë. Emra që nuk u rreshtuan pas pushteteve, por përballë tyre. Një nga këta emra është Haki Efendi Sermakzhai, një figurë që nuk mund të lexohet thjesht si hoxh, as vetëm si patriot, por si një mendje strategjike dhe një shpirt i formuar në Islam, që e kuptonte kombin si amanet dhe lirinë si obligim fetar. Errësira që po afronte. Vitet e luftës së dytë botërore nuk sollën vetëm tanke dhe ushtar në Gjilan. Ato sollën edhe konfuzion moral. Popuj të tërë u mashtruan nga premtime rendesh të reja, çlirimesh dhe barazish. Në këtë terr informativ dhe shpirtëror, shumë njerëz humbën orientimin, por Haki Efendiu jo. Kur trupat gjermane hynë në Gjilan, ai nuk reagoi me emocione të çastit. Ai e njihte mirë historinë. Pushtuesit gjithmonë vinë me dy gjëra, forcën dhe propagandën. Disa të drejta që ju njohën shqiptarve i pasi hapësira taktike, jo si zgjidhje. Në mendjen e tij ishte e qartë, okupatori nuk bëhet kurrë çlirimtar, sado i buzëqeshur të duket. Kjo nuk ishte frikë, ishte urtësi politike e mbështetur në besim. Medreseja si front i padukshëm. Në medresen atik të Gjilanit nuk zhvillohej vetëm mësim, aty zhvillohej rezistencë, një rezistencë e heshtur, por e rrezikshme për çdo pushtet që synonte në nshtrimin e shqiptarve. Haki Efendiu e kuptonte se pushteti i vërtet nuk fillon nga pushka, por nga mendja. Prandaj, krahas shkencave islame, ai insistoi që nxënësit të mësonin gjuhën shqipe, historinë dhe vetdijen kombëtare. Ky ishte akt politik i pastër, i mbështetur në parim islam. Ruajtja e identitetit është mbrojtje e dinjitetit. Në mësimet e tij, Kurani nuk lexohej për t'u izoluar nga realiteti, por për ta përballuar atë. Ajetet për drejtësinë, për mos nënshtrimin ndaj padrejtësisë, për qëndresën ndaj tiranisë, merrnin kuptim konkret në jetën e përditshme të shqiptarëve të Kosovës. Për Haki Efendiun, Islami dhe kombi nuk ishin dy rrugë paralele, ishin një rrugë e vetme. Islami si qëndrim, jo si stre. Ndryshe nga narrativa që më vonë u përhap nga regjimet komuniste, hoxhallarët shqiptar nuk ishin pengesë për përparimin. Ata ishin pengesë për robërinë. Dhe kjo ishte arsyeja pse u përndoqën. Haki Efendiu e shihte Islamin si sistem vlere që nuk pranon padrejtësinë, as kur ajo vjen me uniform fashiste, as kur vjen me yll të kuq. Ai e refuzonte idenë se besimtari duhet të heshtë përballë shtypjes. Përkundrazi, heshtja përballë padrejtësisë ishte mëkat. Kjo bindje e çoi drejt përplasjes së pashmangshme me forcat komuniste, të cilat predikonin çlirim, por mohonin të drejtën themelore të shqiptarve, bashkimin kombëtar. Aleancat, vijat e kuqe dhe thrilleri politik. Një nga aspektet më të forta të figurës së tij ishte pragmatizmi kombëtar. Ai ishte i gatshëm të bisedonte me çdo, të bashkëpunonte me çdo, madje edhe me komunist, por vetëm deri në një vijë të qartë, të panegociueshme. Kosova me Shqipërinë, po. Kosova me Serbinë, kurrë. Kjo e bënte Haki Efendiun të rrezikshëm për çdo projekt jugoslav. Ai nuk ishte ekstremist, ishte i qartë. Dhe njerëzit e qartë janë më të rrezikshëm se ata të zhurmshëm. Takime të fshehta. Biseda në fusha të hapura. Kontakte me krerë lokal. Organizimi mbrojtjes së kufirit. Kjo ishte përditshmëria e tij. Ai nuk vepronte nga impulsi, por nga analiza. E dinte se tradhtia po përgatitej nën petkun e vllazërim bashkimit. Në këtë rrugë nuk ishte vetëm. Bashkëveprimi me Mulla Idris Gjilanin nuk ishte rastësi. Ishte bashkim mendjesh dhe idealesh. Të dy e kuptonin se betejë nuk ishte vetëm ushtarake, por morale dhe historike. Ata e dinin se edhe nëse humbnin betejat e momentit, e vërteta do të mbetej. Dhe për këtë arsye nuk pranuan sulme të pamenduara. Nuk pranuan aventura politike
që do të sillnin gjakdherdhjet pa strategji. Ky qëndrim i bëri objekt sulmi nga të gjitha anët, nga çetnikët, nga partizanët, nga propaganda komuniste. Pse është figurë kyçe sot? Haki Efendi Sermaçej nuk është figurë e së shkuarës. Ai është pasqyrë. Ai na tregon se Islami shqiptar ka qenë gjithmonë në anën e lirisë, jo të tiranisë. Se hoxhallarët nuk ishin vegla pushteti, por ndërgjegje kombëtare. Se kombi shqiptar nuk u mbajt gjallë vetëm me armë, por me ide, besim dhe sakrificë. Historia e tij është thriller, sepse është reale, sepse ka zgjedhje të rënda, sepse ka tradhti, presion, burg dhe sakrificë. Por mbi të gjitha, sepse ka një njeri që nuk u gënjye, dhe njerëzit që nuk gënjehen janë gjithmonë më të rrezikshëm për pushtetet se sa ushtrit.